Shku Çfarë bëj, bum. Për qenë serios që nuk kena Pa u mush kutia këtu. Pa u mush kutia bosh. Ka dhe pa u mush kutia. Pa jo, e tjetra. Shiqyr që kena jetën, s'pagojmë qira. Jemi mirë, mos kemi rënë. Pak qira nuk pagojmë. Edhe Ledio që bëj gjithë këtë gjë. Tani, unë mendoj që Federata Serbe e Futbollit dhe autoritetet serbe mund do të përndeshjen Serbi-Shqipëri, përndej kundër gjithë Olimpikëve do t'i vënë një notë shumë pozitive. Sepse në atë për atëherë në Beograd. Unë Shallo dhe Tropusina, sekretari përgjithshëm në solin në stadium, në aeroport, pas ndeshjes, me makinë vetë personale. Do thënë ata u shokun për vetëm atë që ndodhi. Do thënë kur ka dalë ai Ivanović që ka pas, besoj kapiteni. Jo, Ivanović i kapiteni mbrojtësi Chelsea. Kur ka dalë ai që i dhan një komunikat që kishin dhënë ato për ta lexuar. Pavarësisht se ajo deri diku ishte në favor të atyre, jo provokimi gjëra të tilla, ai aty u dritë buza. Do të thënë sa ishte 3 vjet, se jetonte në Londër ato vite, por shumica e atyre lojtarëve jetonin jashtë. Unë besoj. Sot kësaj dite kur erdhi Mitrović këtu në ndeshjen e parë, kur erdhi para një muaji ca sa ishte, foli fjalë shumë të mira, do të thënë pavarësisht gjithçka e ndodhi, sepse ajo pjesa e tifozët serb nuk janë tifozë sporti, janë tifozë politik. Do të thënë grobarit që janë tifozët Ultras Partizan Beogradit, janë tifozët më të këqij në botë. Jo në Europë dhe jo në Serbi. Janë përdorur dhe në organizatë kriminale. Domethënë përdoren në çdo protestë. Ato kur janë arrestuar ato gati një muaj e pak mbas ngjarjes që ndodhi me ndeshjen me Shqipërinë, domethënë poshtë stadiumit në Bodrum kishin dhoma masakrash, torturash për njerëzit. Domethënë bëhet fjalë për grupe kriminale.